Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov do të shkarkohet nga posti i ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlen. Ivan Stojković do të lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënien ndërmjet bashkësive, do të emërohet ministri i vetëqeverisjes lokale. Ministri aktual i vetëqeverisjes lokale, Zlatko Perinski, do të shkarkohet dhe pritet të emërohet drejtori i fondit për sigurim shëndetësor. Në vend të Azir Aliut, ministri i shëndetësisë propozohet Sasho Klekovski, i cili aktualisht drejton fondin për sigurim shëndetësor. Për ministër të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive propozohet Egon Ferrati. Ndryshime parashihen në Ministrinë e Bujqësisë, ku Zvetan Tripunovski do të zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani do të shkarkohet, ndërsa në vend të tij propozohet Gjoko Velkovski nga VMRO DPMNE. Në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov do të zëvendësohet nga Sedan Sulejmani nga koalicioni Vlen. Ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir nga VMRO DPMNE. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditë kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia Vlen thanë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit të integrimit evropian nuk i shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Rama shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes europiane. Për sa i përket çështjes pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çfarë doj dhe si doj kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes europiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bullgarët, po është e vërtet e kanë bërë. Kur e kanë bërë kur u bën antar të Bashkimit Evropian. Pse? Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaportë që garantonte lëvizjen e tjerë. Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar kurrjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, më 1 janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet, popullsia e vendit është paksuar me rreth 721.000 persona ose 23.6%. Shteti i dytë me të kurrjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut, popullsia është kurrur me 10%. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbinë duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sinqertë ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme si kushte thelbësore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.